banorëve të tjerë, sepse është momenti i zarfit me emrin e atij o asaj që largohet nga shtëpia sonte. Presim zarfin në studio. Faleminderit Afjon. Atëre, ju kujtoj që Shëndriti, Edisa dhe Mali e gjejnë veten të tre bashk si pasojë e zgjedhjes që Shëndriti bëri nga kutia e Pandorës, kur duhet të tërhiqte mbas vetes edhe dy banorë të tjerë që do t'i bashkoheshin këtij televotimi. Një televotim që duhet të përfundonte të martën, por që për shkak të shtyrjes vazhdoi deri të mërkurën dhe jemi e injtë tashmë. Kështu, mes Shëndritit, Edisës dhe Malit, banori që lë sonte përfundimisht garën, kaq afër finales, duke mos arritur dot të jetë në të, dhe dojë mos vazhdoj garen për çmimin e madh, është Mali. Mali më vjen keq. 104 ditë brenda shtëpisë së Big Brother. Mali e gjen veten jashtë. Shëndrit, Edisa, urime. Gara vazhdon për ju. Mali të kërkoj të marrësh biletën e fatit. Tatuazhet janë shumë larg për ti pati. Ti nuk serosh pak çfarë pas ke pa, okay? Ai se tatuajmë se çka ke pa. Gjithat mira, suksese. Mali bro. Suksese. Shpresoj që kemi suksese. Suksese për çdo san. Edhe ju shpëndoj shumë kaq. Po mbraj. Suksese dhe shpresoj të Pala aspiratjes shpresoj të kthesh me biletë kthimi. Go Mali. Hey, u kongraci. Shpresoj të kthesh. Mali të pres në studio. Mali takohet vetëm nga një pjesë e banorëve, me sa kuptova nuk e ka takuar Rogerti dhe Miri. Shkojnë pak në shtëpi. Miri pash që nuk u përshëndete me Malin në dalje. Nuk ishte momenti për dalje dhe për ta përshëndetur Malin. Nuk e ndjeva. 104 ditë brenda asaj shtëpie, pavarësisht se çfarë ka ndodhur, ti thuaj që kur njeriu del nga shtëpia, nuk e ndjeva sepse sa herë kemi shkuar atje, nuk na ka dhënë dorën. Tani ç'a do bëjmë? Do bëjmë skena. Kam shkuar atje, i kam shoqëruar këta njerëz për t'i respektuar, nuk të japin dorën dhe ta shtyjnë dorën. Tani unë s'jam, nuk jam për këtë pjesë. Nuk jam për këtë pjesë të bëj show. Nuk jam për show. A je i lumtur që Mali ndodhet jashtë shtëpisë, sepse besoj ka qenë një nga personat me të cilët ke patur konflikt vazhdueshëm aty brenda? Me thënë të drejtën, nga kjo treshe që ishte nominimu, ne kam thënë që në fillim do desha që Mali të dilte dhe normalisht jam i kënaqur. Rogert? Unë kam vetëm 2 fjalë për t'i thënë pa çfat. Edisa, e lumtur që i rezistova një tjetër televotimi të fortë. Me thënë drejtën e kam shpreh që do jem njësoj e lumtur si të ri, si të dal, sepse çdo nominim këtu që kalohet është një fitore.
Nuk më ndalon kush me dal. Nuk më ndalon kush me dal. Në qoftë se unë do të dal sot, dali dashur Mateo. Qetso. Që unë kam marrë për qef, edhe të ndryshosh komplet sjelljen për një nominim, kalosh në ofendime, që unë kam marrë këtu, kam thënë që kam marrë për qef. Dhe kam sqaruar të pjesën. Ti ke qenë shumë e qartë, pra ti ke thënë që unë nuk kam një ambicje domosdoshmërisht për çmimin e madh, por për çdo me vetveten. Vetëm menduan që unë duke ndenjur këtu do rria thjesht kot, por unë këtu ato ditë nuk i kaloj për ndenjur kot, i kaloj për të dhënë një show, sepse më është dhënë një oportunitet. Të lutem. Kjo është edukata jote. Dhe vjen shumë keq që një djalë si Mali Brikena. Që ka përmen familjen kërkuj, o ti që ma ke përmen krejt fizje, je këtu mrena. E vlerëson publiku e dashur, si të vlerëson ty më vlerëson dhe mua. Qa ke me publikun tim? Jepi përgjigje e Ledionit. Qa ke me publikun tim e dashur? Jepi Ledionit përgjigje më se ti. I kërkoni vota publikut. Je në klasë, jepi përgjigje. Brikena, ti të ka ardhur keq për Malin, i afruar këto ditët e fundit, apo jo? Imagjino që në 3 ditë tua plus 3 ditë e fundit. Po lutem o Lediona. Lejojnë me fol. Atëherë Ledion, unë me Malin nuk është se kemi pas ndaj debatash, për të thënë, kemi pas gjithmonë një respekt ndaj njëri tjetrit. Këtë kohë ka ardhur shumë keq se do me thonë me gjithë shtëpia ai nuk është se ka pas raportet e mira dhe jam mundu sa më shumë me nejt me to, sa din me bomu një mirë. Vjen shumë keq që ka dalë një djalë si Mali, i cili nuk ka prej kurrë familje, nuk ka ofendu kurrë rënd, dhe një person si Edisa që ma ka përmend krejt fisin dhe këtë familjen time është kullori, është Dua të pyes pak Shëndritin. Shëndrit, a e ndjen ndonjë çik të veten përgjegjës që Mali e gjen veten jashtë? Një sekond, i lutem. Përgjegjës për nominimin, po, por zgjedhja ishte e publikut, kështu që unë besoj që publiku e ka bo zgjedhjen të cilën e ka bo. Mu më vjen shumë keq për Malin, por sigurisht ka marrë më të mirën nga ky Big Brother. Ka marrë më të mirën nga ky Big Brother edhe besoj që do t'ja sheh hajrin jashtë. Hipokrizia. Selin, e takove në fund Malin, pavarësisht se edhe për ty ka qenë, le themi, një nga banorët aty brenda me cilin nuk kishe ndonjë farë relate, përkundrazi konfliktet vazhdueshme edhe jo ndonjë farë konsiderata, apo jo? Po, e vërtet. Në fakt, Ledion, po të kthehemi pas në datën 20 janar, Mali ka qenë ndër të parë që kam dashur të kemi një bisedë, edhe kam shënuar ajo që jam afruar për ta njohur. Unë nuk kam patur relacion, por nuk mund ta heq kurse si djalin artist që ka qenë edhe vlerat që ka tregu këtu brenda. Kështu që thjesht kam qenë shumë kundra tij për lojën që nuk e pam kurrë se çfarë donte të bënte. Për një situatë që është gjendur përballë Rogertit, është një situatë që më ka prek më shumë këtu në shtëpi dhe kam reaguar për Malin si tjetë njeriu im. Po për pjesën tjetër, për pjesën tjetër, patjetër që në asnjë moment s'kam pas relacion me Malin, por njëkohësisht e vlerësoj për ato vlera njerëzore që shumë këtu brenda nuk arritën kurrë t'i tregonin. Okej. Po ju lë me njëri tjetrin, mbyllim lidhjen me shtëpinë. Në studio pas 104 ditësh, zonja dhe